pa të bë ty që të vish plum pushke nga Tirana në qendrën e Peshkopis, unë nuk e lej këtë punë. Edhe faktikisht masi Ulsiu që Kalama merrte atë rrugën pa fund për të shku student në Tiranë, pastaj për të punu në Shkodër, ku ka punu tjetër në Lezhë, më duket në Tiranë, e tjerë në për atë rrugën, ku jo Lamborghini, po duhej traktor për të shku, edhe ku merrte Tiranë Peshkopi më shumë se sa Tiranë Londër. Sot Noizi provoi që mund shkohet me një makinë shpejtësie të lartë edhe t'jesh perfekt, jo vetëm shpejt në kohë, por edhe pas një problem veshkash edhe nervash. Kjo është pse Noizi erdhi me Lamborghini. Ndërsa pse Bufi tash i merret me Lamborghini e Noizit është temë tjetër. Se Noizi ka bë shumë albume, është këngëtar, po Bufi çfarë këngë ka kënu që mori 6 milion, edhe i nisi për Amerikë për të heq nga veshi atë matrikullimin që i kanë vu atje. Edhe unë nuk e dija e hoqi as e hoqi, as nuk më intereson fare, por me sa kuptoj unë deri tani të paktën i mori Latifi gjithë ato lek, se do bote magji këtu. Latifi nuk e di ku është. Ku ka ik? Nuk e di. Nuk e di, ju ne nga Lezhë i dini më mirë punën, se keni edhe policinë në krye të bashkisë. Latifi nuk dihet nga është. Magjia me sa duket nuk po funksionon. Bufi ka fillu historinë që po afrohen jo zgjedhjet, po afrohen vjedhjet.